Që nuk kemi dokumenta, po, këto janë gropa domosdoshmë që i kemi improvizu përkohësisht. Modha shpesh me hyn ujë në podrum. Shtëpinë e kemi marrë afro që 2 vjet. Po? E kemi rregullu krejt, po është mundësia që na nuk kena të mujt me banu këto. Alo? Përshëndetje kryetar, si? Përshëndetje Borim, si ja je mirë, e di që je i ngarkuar shumë kohëve të fundit, për kam një shqetësim dhe dua ta ndaj me ty dhe në rast se mundesh me na ndihmu. Jemi 4 shtëpi në Prizren dhe nuk kemi kanalizim. Jemi me gropa septike edhe gjatë kohës kur bien shi ato mbushen plot sepse kollohet toka dhe po mbushen brenda ditës. Kemi bo aplikim dhe kam pritur më shumë se 1 vjet pa u futur në shtëpi me shpresën se do rregullohet kjo punë, po jo akoma. Me arsyen se ne si pronar duhet të flasim vetë me pronarët e parcelave që duhet të kalojnë gypat e kanalizimit, edhe pse ju kemi thënë që jemi në gjendje të bëjmë një pjesë edhe vetë financim. Tu kisha lutë me pas parasysh këtë rast, pasi që është shumë e vështirë që të menaxhohet kjo situatë, pasi që jemi në shekullin e 21 dhe është e pamundur që të mos ketë zgjidhje. Të përshëndes, presoj që të bie në sy ky mesazh. Që ky person më ka shkruar në TikTok, më ka shkruar në Messenger, më ka shkruar disa herë, më ka shkruar edhe në WhatsApp, do me thonë, masi më ka shkruar në WhatsApp, jam kthy me i lexu mesazhat Messenger se më ka njoftua dhe i kom premtu që sot ko me u doke dhe ko me kqyr problemin e tij në Prizren. Qtash po nisëm në Prizren të rruga Luan Gashi ishte, të kqyrëm problematikën, ndërkohë derisa të shkojna atje mos harroni operimin tam terren e mundson Pojegu Brothers, e cila është kompani e ndërtimit e cila i ka ofertat më të mira të rrethpatunshmërive në treg, qoftë banesa, qoftë shtëpia, për me kuptu më shumë rreth ofertave tyne, vizitojeni pojegubrothers.com. Jemi në Prizren, tash të rruga Luan Gashi, jemi me një prej fqenjve këto, një prej personave që jeton këtë rrugë, i cili është i prekur, ju nuk keni kanalizim heq, do me thonë. Jo, nuk kemi kanalizim. Qysh ja bëne, qysh është gjendja që sa je këto? Unë jam prej 2019-s, jemi me gropa septike, dhe çdo herë që mbushet gropa septike, thirrim cisterën edhe i zbrazim gropat. Sa shpesh mbushet? Po, gjatë treshonave shumë shpesh. Gjatë verës kur nuk ka treshona, ma rrallë. Okej. Pse nuk ka kanalizim këto? Nuk ka kanalizim se kjo pjesë e rrugës, kamermani mundet me e pa, deri në fund të atyre shtëpiave anash, e kem rrugën në të definune. Prej asaj shtëpisë fund të bardhë, 100 metra është një pronë e dikujt, që unë nuk e di kush ai pronar, do të thotë nuk kem dalje në gypin kryesor në rrugën e tranzitit. Unë kam shtëpinë me podrum, po ashtu edhe shtëpia e tretë atje motra, modha shpesh me hyn ujë në podrum. Ti tha vetë sa e ke marru shtëpinë, mirë po e keni problem me u shpërngul këto me jetu. Shtëpinë e kemi marrë afro që 2 vjet. Po? E kemi rregullu krejt, po është mundësia që na nuk kena të mujt me banu këto. Pse? Arsyeja është se jemi shumë problemosh me gropa septike, me adarë. Njëjtin problem e ki, edhe ti, me gropë septike, po ashtu je. Është shumë problemosh. Ti po ashtu më tha që e ke nisë edhe një ankesë në komunë. Po e kom bën domethënë ankesën vitin e kaluar, më zgabofsha që të rreth mujt prill. Edhe në kërkesë më kanë po që kjo kërkesë ka mu trajtu me urgjencë, sa të është e mundur, po për fatkeqësi kemi po sukses. Sa shtëpi jeni të përfshime këto në këtë situatë që jeni? Jemi 4 shtëpi, domethënë. Unë kum bon kërkesën, nëse është e mundur me bon edhe një pjesë vetë financim, ama një e dyta në komunë është që ta bojnë ti duhesh mi gjetë pronarët e tokave, na mandena miru me çështën tjetër. Që nuk kemi dokumenta, po, këto janë gropa domosdoshmë që i kemi improvizu përkohësisht. Pjesën tjetër e kemi pas me ujin e pijës, domethënë, ku kemi bë kushtia domethënë ka afro sa vjen 6 vjet pa ujë. Domethënë, njëjtën kohë ty ja bë, duhet me marr pëlqimin prej qytetarëve të tjerë.
edhe s'kanë bërë kur gjë. Zgjidhje, domethënë jemi detyruar me hap kanalin vet, me vendos ujin e pijes vet. Jemi marrë vesh me qytetarët, me kujshit edhe e kemi bërë vet. Sa shpesh mushën këto? Domethënë kur ka reshje që shtot, duhet çdo 5-6 orë mi shpras. Se Jo. është Çdo 5-6 orë. se vjen komplet kollohet uji këto domethënë. Ashtu ja keni bo se ka pas treshëra ka gja, që to 2-3 ditë. Domethënë njëjtën kohë jemi që shtot. Sot kam unis për rrugë, unë jam pa gjumë. Shkaku i tyne. Se është dashtë me liru. Me liru. Puna që mos më na hi ujë mbrenda. Po shumë e vështirë, na si familja me 3 fëmijë jemi. Po. Do me thonë shpenzimet janë më të mëdha edhe për të ujit edhe gjanave. Ajo gropa skeptike nuk i përballon tona gjanat, po duhet ko pas koha me shpenzimet tona me thirr firmën e cila punon në këtë drejtim, vinë ata me kamion aty ne duhet me paguna privat, me zbraz grupat. Ato po mbushen prapë duhet me thirr me zbraz. Edhe në shtëpi, mrenda shtëpisë për grupa skeptike, era po vjen pak, era po na pengon natyrisht edhe neve edhe fëmijëve. Shumë e vështirë, po tash mësi qyteti na ka dhënë pëlqimet edhe për kanalizim edhe për ujë edhe për gjithat. Na ka dhënë leje në shtëpisë, e kemi ndërtu, po prapë zgjidhje s'kan bë. Na kena me shku bashkaresht në komunë edhe me fol me drejtorin e shërbimeve publike, zotin Qelama, jo se kush do që na përgjigjet aty ose edhe vetë kryetari, edhe me këqyrë qysh është puna, cili është plani i komunës, apo ka mbet në harrez, do me thonë këto 4 shtëpi, po e sheni, që 2 vite është ndërtu, e kalon gjysë të shtëpim për shkak se s'ka mujt me vazhdu pa u adresu problemi i kanalizimet. Prej komunës në thonë që nuk mënët me na folë kërkosh për shkak se halo nuk është kriju kovendi edhe nuk janë emëru drejtorat e ri të komunës, na po e thirrim kryetarin tash, zotin Shaqir Totaj. Alo? Përshëndetje kryetar, si? Na jemi në proces të emrimit drejtorave të ri mas zgjedhjeve lokale, edhe është bën ndryshimi drejtorive për shkak të koalicioneve të reja që kemi kriju. E qartë. Për këtë arsye, derisa nuk emëruan drejtorat e ri, nuk kemi informacion sakt se çka ka ndodhur. Okej, Kësaj jave unë po besoj që drejtorat do të emërohen, dhe javën tjetër pastaj e marrin detyrën edhe fillojnë ma konkretisht me u marrë më qashtje. Qa kena me bo? Tash që to proceset burokratike janë ma të mundemshmet, po realisht s'kena qa me bo, dohet me ju përshtat edhe nëse s'dojna me ju përshtat, s'kena zgjidhje tjetër, kena me prit derisa të emërohen drejtorat e ri në komunën e Prizrenit, nuk kena përgjigje, kena me prit gjatë kësaj jave, na tha kryetari që emërohen drejtorat e ri. Fillim të javës të ardhshme, kena me këshyr kush është drejtori në fjallë, kena me kontaktu me të, kena me shpjegu rastin, kena mu mënu me familiarizu me situatën e 4-5 shtëpive aty edhe potencialisht me diskutu me këta, me këshyr çfarë zgjidhje mundet me ju bo këtyne shtëpive, këtyne banorve të lagjës, të rrugës, Luangashi. Që ka shpej me njerëz, unë jëmë për empacolle, siguroni një follow me ma bun këtë platformat me që ta mërë më gjeni.